Problemi është e fakti që kur shteti është i gatshëm që të përdori armët. Pra ti mund dalësh protestosh, për çfarë kuptimi ka protesta jote, nëse tjetri merr mitralozën dhe të qellon mes turmës. Dhe kjo është një problem që është e vështirë për të zgjidhur pa një ndërhyrje të jashtme. Tani, se sa do jetë në gjendje të ndodhi këtë ndërhyrje e jashtme dhe çfarë efektiviteti popullit lirohet, të çlirohet më? Shiko, Irani në vetvete nuk është, domethënë ka një nuk është homogjen si shtet. Domethënë në Iran ka Azer, ka Kurd, ka popullsi të tjera dhe feja po themi që është feja shiite, nuk është se është i gjithë Irani i tillë. Ka dhe Sunni që janë aty brenda, pra është një mozaik në të cilën persët janë grupi kryesor, janë mbi 50%. Por pjesa tjetër janë, si thua, pakica të ndryshme, që janë ose etnike, ose kulturore, ose fetare. Dhe një ndërhyrje që mund të mbyhet në jashtë mund të sjellë, po themi, një rrëmuj brenda. Për shembull, ke riaktivizimin atyre që janë të kurdëve. Kurdët, për shembull, kanë pasur edhe kryengritje në të brendshme, domethënë në Iran, duke u nisur bilek njëna, domethënë elementet e luftës Iran-Irak ka qenë edhe pjesëmarrje e kurdëve ose ndihma që u jepte Iraku kurdëve që janë aty në atë rajon. Pra edhe ka pasur në këtë rast riaktivizim të tyre. Pra ideja është që edhe po u ndërhyr në jashtë me atë mozaik që është aty dhe me atë situata mund të degenerojë në luftë përgjithshme kur secili prej atyre që janë do dojë llokmën e vet. Po mund të dojë llokmën e vet dhe kjo mund të sjellë destabilizim. Pra nuk është thjesht, po themi, një goditje që është një goditje që mund të bëjë, përveç faktit që regjimi ka, po themi, ato që janë trupat e veta, ke rreth 200.000 veta që është Garda Revolucionare e Iranit, pra bashkë me trupat basike këto të tjera, plus mbështetësit që janë ata besimtarë që besojnë akoma tek Khamenei apo te feja shiite. Pra është një situatë në cilën nuk është një lloj si Venezuela që ti shkon kap me durën dhe ata që janë mbrapa po themi ndryshojnë qëndrimin sipas asaj që thua ti. Për këtë arsye edhe goditja ose po themi veprimi i parë i Shtetit Bashkuar të Amerikës që vendoset sanksione. Pra në një situatë në të cilën situata ekonomike është rënd, vendosje sanksione të mëtejshme mund të shtojë presionin mbi qeverinë e cila të fillojë të negociojë në një farë mënyrë me Shtetet Bashkuara të Amerikës, mbase për një zbutje të qëndrimit apo për një hapje të vendit e tjerë. Pra, po tentohet në një farë mënyrë me këto që janë shtrëngime apo sanksione ekonomike për të arritur një rezultat politik në fund. Për arsye që thash që ndërhyrja ushtarake është jashtëzakonisht e komplikuar dhe ndonjëherë edhe shumë e vështirë për të kryer, duke pasur parasysh që Irani është 1.3 milion kilometra